Edukimi mbi karrierën, çelësi i së ardhmës së të rinjve. Në një kohë kur tregu i punës po ndryshon me ritme të shpejta, edukimi profesional dhe orientimi në karrierë po bën gjithnjë e më të rëndësishme për të rinjt. Për të kuptuar më mirë këtë realitet, ne zhvilluam një vëzhgim të re, intervista dhe një sondazh me qytetarë të moshave të ndryshme. Gjatë vizitës sonë në zyrat e punës, pam nga afër se si zhvillohen kurset profesionale dhe si të rinjt po përgatiten për tregun modern të punës. Këto kurse ofrojnë mundësi për të mësuar profesione konkrete, duke i ndihmuar të rinjt të fitojnë aftësi praktike dhe të rrisin shanset për punësim. Nga intervistat e realizuara aty, u kuptua qartë se interesi për formim profesional është rritur, sidomos në fushat që lidhen me teknologjinë dhe shërbimet. Për të marrë një pamje më të gjerë, zhvilluam dhe intervista në rrugë me qytetarë të ndryshëm. Një prej tyre ishte një punonjëse e postës, e cila theksoi se të rinjt shqiptar sot kanë më shumë mundësi se më parë. Ajo shtoi se, sipas saj, aftësia më e rëndësishme për të pasur sukses sot është. Më e rëndësishme është të shkollimi. Këto mendime tregojnë se edukimi vazhdon të shihet si themeli i një karriere të suksesshme. Përmes sondazhit ton, pyetëm qytetarën mbi ndryshimet në mundësitë e punësimit ndër vite. Shumica të anketuarve theksuan se tregu i punës është bërë më i larmishëm dhe më shumë deg për të zgjedhur. Disa theksuan edhe anën tjetër të medaljes. Zhvillimi i teknologjisë ka bërë që disa profesione të zhduken ose të zëvendësohen. Një përgjigje e përmbledh mirë këtë ndryshim. Dikur, mjaftonte të gjejë një zanat dhe ta mbaje gjithë jetën. Sot ka më shumë zgjedhje, por më pak siguri. Për të thelluar me këtë temë, intervistuam një student të inxhinierisë kompjuterike, i cili paralelisht po krijon kompaninë e tij. I pyetur nëse universiteti e ka ndihmuar praktikisht në zhvillimin e biznesit, ajo shpreh: Po, universiteti më ka shërbyer në mënyra që as nuk i prisja. Jo vetëm që aftësitë e inxhinierisë kompjuterike më kanë ndihmuar, por gjithashtu edhe përvojat sociale, ndërveprimi me individ të tjerë dhe aftësitë të tjera sociale, të cilat shpesh herë mund të mbikalohen për ndikimin tyre pasqyrohet në zhvillimin e karrierës sime. Kjo tregon se universiteti nuk ofron vetëm dije teknike, por edhe formim personal dhe profesional që ndikon drejt për drejt në botën reale. Në një intervistë me një biznesmen kanadez, i cili që në moshë të re ka arritur të zhvillojë kompaninë e tij, e pyetëm, cili ka qenë një aftësi thelbësore që të ka ndihmuar ty, por që nuk mësohet në sistemin shkollor. Ajo përgjigj: Për mua ka qenë aftësia për të provuar dhe për të dështuar, derisa t'ia dal. Në ditët e sotme mundësitë janë të pafundme, ama vështirësia nuk ka rënë. Në karrierë shpesh herë të biesh në pikën zero, e është në dorën tënde që të rrim këmbësh. Kjo perspektivë thekson rëndësinë e këmbguljes të rezistencës përballë sfidave, gjë që shpesh nuk mësohet në libra, por ndërtohet përmes përvojës. Nga të dhënat e mbledhura, bëhet e qartë se mundësitë për karrierë sot janë më të shumta se më parë, por kërkojnë më shumë përgatitje, përshtatje dhe mësim të vazhdueshëm. Edukimi, veçanërisht ai profesional, mbetet një nga shtyllat kryesore për të ndërtuar një të ardhmë të sigurt në një botë pune që ndryshon çdo ditë. Për realizimin e këtij reportazhi, ne u mbështetëm në statistika, sondazhe dhe intervista të zhvilluara në terren, duke analizuar mendime dhe përvojat e qytetarëve për të nxjerrë këto përfundime. Në fund, mesazhi është i qartë: shkollimi hap dyert, por është përkushtimi personal dhe aftësia për të ringritur nga dështimet, ajo që i bën të hapur.